Jemi në ndeshje atje ku studio skuqet. Po, studio skuqet, me një panel të jashtëzakonshëm do diskutojmë një çështje shumë të mprehtë. Dhe shumë problematike. Po, dhe Ornela e ka me merak shumë të madh dhe ne kemi diskutuar disa herë, për shkak se ajo do që t'japi gjithmonë mesazhe nga kjo studio, mesazhe të mëdha. Po edhe ti do. Edhe unë, pa diskutim. Por ti e ke më kështu këtë temën, më për zëmër. E ke nisur ti edhe? E kam nisur dikur, po e kam pasur edhe unë shumë për zëmër. Pse vriten dhe vetë vriten adoleshentët? Një ngjarje të rënda për ditë video të tmerrshme që shikojmë. Këtë do diskutojmë një panel shumë të rëndësishëm. Gazu Ikashi, miku dashur i studios Bardazi, një figurë e rëndësishme publike, por e njëri që flet troç, që ka defektin e studios Bardazi, që është një defekti më i mirë që mund të ketë njeriu që të flasi troç. Faleminderit që jeni sot me ne. Mirë gjeta. Suela Koçibellin, një punonjëse shoqërore e shkëlqyer. Unë do isha i nderuar që ajo të ishte në krye të institucioneve më të rëndësishme të vendit, për shkak të përkushtimit të saj, për shkak të dashamirësisë së saj, për shkak të energjisë së saj. Po, tani, si që dini në Shqipëri, gjërat bëhen me skufliqe. Nuk është se e kam për një gjë konkrete. Për avokatin e popullit? Jo, nuk prononcojmë për ashtu se tek e fundit miqtë të studios Bardazi janë për gjithmonë. Është e rëndësishme. Dorian Meta. Jeni këmbëmbar Po, ne kemi për deputet, ja ta thotë Ornela. Vetëm kryeministër akoma s'po. Kryeministër s'kemi bërë akoma. Deputet dhe ministra kemi bërë. Faleminderit. Dorian Meta, një njeri i sportit, një njeri i dashamirësisë, një njeri i pozitivitetit. Jo ta shikoni vetë sa pozitiv, është aq pozitiv sa them buçik negative vllazën atë shmene. Faleminderit që jeni sot me ne. Faleminderit që më ftuat. Marcela Lekli, do ta prezantoj ti se ke qef Marcela? Jo. Atëre Marcela Lekli. Mendova nga që është fytyrë kaq familjare Bardazis nuk ka nevojë për prezantim. Marcela Bardazi Lekli, ajo hapi këtë temë, domethënë duke folur andej këteje, duke u shprehur, po le ta fillojmë. Adoleshentët po na tërheqin vëmendjen thuajse çdo ditë. Ndoshta ata kërkojnë një vëmendje që se kanë nga ne. Dhe ndoshta ajo që po bëjnë, fatkeqësia e tyre, duhet të jetë kumti i tyre, që është një kumt uloritës, që ne të kemi vëmendje për ta. Do të thënë, unë sa herë dëgjoj një adoleshent që vritet, vetë vritet, për mua shoqëria do të jetë non-stop në gjendje alerti. Është falimentimi i shoqërisë. Mundem të në parimin tim personal, më shumë se sa vëmendje duhet të ketë kujdes ndaj adoleshentëve. Mendoj që vëmendja është absolute, nga ku kjo vëmendje absolute ka reduktuar gjithmonë më shumë aftësinë e adoleshentit për qenë pjesë e jetës. Sot prindi rrin mbi kokë, bëj këtë, bëj atë, mos këtu, mos atje, pra është bërë një lloj forme udhëzuesi për atë që në të vërtetë adoleshenti nuk ka nevojë fare për udhëzim, por ka nevojë për kujdesje. Për kujdesje është ajo që kanë bërë prindrit tanë me ne. Njësoj e kanë bërë dhe ata. Biles ata na linin përsipër dhe disa detyra të tjera që ne nuk kishim aftësi t'i bënim. Po. Pra nga për shembull, fëmia më i madh kujdesej për fëmijën më të vogël. Po, por sot kjo është të bënte detyra, ta hante bukë, të blinte bukën, t'i ngronte gjellën. Këto detyra i bënte fëmia më i madh. Dhe ne në atë kohë nuk shikonim që fëmijët të vriteshin, të vetë vriteshin. Pra fëmijët janë në një alert, ne kemi një alert social, nuk e di, a e kanë kuptuar punojësit social të gjë që fëmijët janë në alert social. Po flasim për brezin 80-83, po flasim, ja po e marim të më qenë deri në brez tek 90. Po. Po flasim një brez që familja ka pas më autoritet në atë kohë. Realisht. Sepse sot po shohim, si që tha dhe zotria parafolsi, që ne jemi gjithmonë, nuk është kjo, se jemi gjithmonë, sepse duke qenë, po të ishin këto familje në kontroll, se çfarë bëjnë fëmijët e tyre, jashtë asaj deri që dalin nga shtëpia, normalisht që ne sot nuk do ishim të diskutonim në lidhje me problematikat e adoleshentëve. Ndaj, po flasim për familje që i kanë lënë fëmijët pa kontroll, pa ditur se me cilën shoqërojnë këto fëmijë, pa pasur interesin më të vogël se çfarë bëjnë ato fëmijë në shkollë apo çfarë bëjnë në komunitet, kë kanë shok, me kë flasin, me kë komunikojnë, kë kanë në rrjetet sociale. Ndaj, problematika më e madhe sot është rrjetet sociale dhe telefona që një adoleshent mban gjithkohës.
sepse vëmendja e tij në mësim e bie, vëmendja e tij se çfarë i thot nëna, babai, motra, tjetri bie, dhe normalisht interesi më i lartë është të ngrijej atë autoritetin dhe egon e tij në rrjetet sociale, se këtu ka nisur gjithë debatet në çdo adoleshent. Për çështjet më banale, më bëri një post që nuk e doja, më shantazhoi në rrjetet sociale, më hapi një adres fake, dhe këtu ka nisur të gjithë. Jo, fatkeqësisht për kaq britën e të rriturit në Shqipëri, ë? Do me thënë, për një më më ngacmoj me bërje dhe të rriturit Britit, nuk është se kanë një intelekt shumë më të lartë dhe pritet që të kenë më shumë se adoleshentët. Megjithatë, nëse flasim për adoleshentët vetëm për fakt të grupmoshës që kanë, e thënë shkurt, nuk janë një moshë që ka vendimarrje dhe që ka kthjellësi mendimi. Tani, unë besoj fort që adoleshentët tanë sot janë të sfiduar. Janë realisht të sfiduar nga shumë çka që i rrethon. Nga kush? Që nga brenda derës së shtëpisë, shpesh herë arsye ekonomike, shpesh herë arsye sociale, prindër që rropaten për të punuar dhe ndoshta nuk janë fare në shtëpi, prindër që s'punojnë fare dhe kanë vese, prindër që janë emigrantë dhe janë aty prezent, konflikte brenda familjes që adoleshenti i mbart dhe nuk din t'i zgjidh, por ndërkohë merr përgjegjësitë e pastaj shkakon diku tjetër. Dalin mes derës së shtëpisë, që nga një pallaq që është i paorganizuar, dikush le plera, dikush le parkimin si çdo saleri, domethënë që aty ai merr atë rolin që këtu s'merret vesh se kush vendos dhe kush bën dhe kush vepron. Që te ai televizori që flet edhe jep dhun, jep u vra, u therrën, u përplasën, u emrua ky, su emrua ai, ky që është i fortë, u lirua, nuk u kap, gjithmonë janë në kërkim. Tani, dhe pastaj shkon tek shkolla ku edhe aty për arsye të ndryshme ai nuk ka vëmendjen. Shpeshherë adoleshentët, ajo që unë ndjej adoleshentët është fakti, ka qenë deri në fund. Jo, adoleshentët e kanë një problem shumë të madh. Kur ndjehen që trajtohen si numër, e vuajnë. Dhe këtë gjë e ndjejnë në shkollë. Si numër? Si numër, thjesht numër. Pra nuk ndjejnë që ata trajtohen si individualitet në shkolla. Dhe unë këtë shpesh herë ndjej tek adoleshentët që duan të vlerësohen. Ata ndjehen si numër edhe kur shkojnë për një aktivitet, për të mbushur sallën. Ata ndjehen si numër për të mos munguar në klasë, po jo për të dëgjuar si emër. Aty nuk pyesin ata, nuk është se ata shkojnë për formalitet. Ndërkohë thot, patjetër për formalitet, po ata duan të jenë individualitet. Domethënë është mosha që duan të pozicionohen. Si e konceptoj unë? Ne s'po i marrim parasysh. Unë e konceptoj kështu. Këto klishet për shkak se këto jo, më dëgjoj pak. Ti je rritur në një lagje që ka bërë BM-a. Po, patjetër. Ja t'ju shpjegoj. Dhe ke qenë një nga ato çuna që s'ta kanë dinë. Edhe unë si gjithë tjerët. Po, si gjithë tjerët. Po, ju nuk bënit BM-a. Nuk shkaktonit dhimbje në familje ose trauma, se këtu janë trauma. Jo, shkaktonit. Dëgjoj, mos bëjmë, shikoj. Pse sa shok të tunket vriteshin atyre. Unë i respektoj përveç një momenti që u shpreh shumë mirë që tha janë në një moshë të papërgjeshme. I respektoj, për këto janë klishe. Ne do flasim diçka që ta kuptojnë ata, apo do flasim thjesht, shikon, në qoftë se ne themi që ka rol në adoleshencë, prindi ja kemi fut kot. Ja kemi fut kot, sepse adoleshenca, do të shpjegoj gjë, që e preke pak a shumë. Adoleshenca bën të kundërtën, gjithmonë të kundërtën e çdo gjë. Sepse që prindi del jashtë kontrollit, sido që ditë prindi aty i pranishëm. Unë kuptoj që s'ndikon më, sepse kanë ndërtuar ndikimin tek fëmia. Po sa arrin të ndikoj pra, sepse sido që jetë duhet të jetë aty për fëmijën. Shiko, të gjithë kemi duhet ta shohë në sy fëmijën e vet. Do flasim me këmbëtokë e pas studime. Të gjithë kemi qenë si që preke ti, kemi qenë adoleshent. Në momentin që kemi qenë adoleshent, e gjithë loja jonë e madhe dhe suksesi jonë i madhe ishte se si ne do ishim kundra prindërve për atë që ata na sugjeronin. Ato mund të ishin shumë të mira që na sugjeronin, po sepse, duhet flasim edhe një gjë. Vetë mosha ka ndryshime drastike në trupin edhe në trurin e njeriut, e cila bën që ato të jenë rebel dhe me vetën e tyre. Një adoleshent, po të shohi vetën pasyrë, fillon e shan vetën. Ke patin e një adoleshent që të thot jam mirë në sot, asjerë, nuk shkon, sepse aji është në një gjendje hormonale të atillë. Në që se ne do shkojmë ke kjo, se prindi jam bëhun. Në që se ne do shkojmë ke kjo ideja, që prindi, qarë duhet bëjmë? E preku pak bugur. Të mëdhaja dhe normalisht që ndikon. Shiko, nuk flitet, shikon, nuk duhet flasim më, ga i kohë e klisheve, nuk duhet flasim më me gjëra standard dhe klishe. E preku pak bugur edhe Suelën, falë, se kam dhe Suelën time me të njëjtën gjë. Edhe harroj. Oke, dhe harrova. Edhe tani që ndodhë, do të dish i diçka, po su bërë vetë ti si prind adoleshent,
po se pranove ti, të gjithë, a i është më përpara se ty. Po pra, do me thënë është prindje, shikon? Tek fjalla jote prindi është. Roli prindit nuk është në edukacion. Roli prindit në mbështetje, në prani. duhet bëhet shok me dhe. Me qovë se, dëgjot, duhet dishtë gjë, brezi i ri, ta dini këshu 100% është më i avantazhu, është më përpara se brezi që hiken. Harrojeni se ti jep me në ti ati. Vetë thatë që kanë teknologjinë, kanë gjitha shumë të përparuar. Sigur, për çfarë kanë të përparuar? Gjërat më të dëmtuara? Tani ti do me kundërshtu kot, se unë po them gjëra me vlera këtu tani. Bëj si tu është. Vlerë s'kishte ajo tani. Okej, s'ka vlerë, nga studime shumë të mëdha nga gazu i kanë. Jo, po dhe ne nga studimet po flasim. Edhe nga praktika. Që ne kemi ja tani, leta thotë se unë e di që ai e ka atë. Praktika, sepse ne nuk po flasim me teori konspirative çfarë gjojmë nëpër internet apo çfarë gjojmë nëpër lajme. Ne kemi punën e përditshme me raste të ndryshme të adoleshentëve që trajtohen dhe kanë probleme. Dhe një ndër to, për mua, si... Atërë, se u së seriozisht në herë, ti po flet definicionin, nësë po themi përfundimin, ne themi shkaku. A do me shkaku në përfundimin? Shumë ta, nuk ka një shkak. Askush nuk ka dalë sot, as një ekspert, as një specialist. Shkaku kryesor është shkak hormonal. Ata kanë një çrregullim të jashtëzakonshëm se ndryshojnë nga fëmijë kthehen dhe bën. Janë shumë faktorë. Nuk është jo vetëm do të korrigjoj diçka. Nuk ketë abuzime. Po jo, ma ato janë eksept, mos u merr me eksept, ne po flasim me ndryshimin e brezit. O do flasim parim apo do flasim me raste të veçanta. Hormonale është një faktor. Dori, më falë. Dori. Do më thënë, ideja është që edhe shumë zhurmë që të digjojmë edhe nga ata që do na digjojmë dhe na digjojmë. Tashi. Për mua ishë. Jo me kisha dhe për vetën, për të ngredhe unë zërë. Ti e i qetë, si unë. Çështja adoleshentit është çështje gjërë. Bëhen dy gabime kur flitet për adoleshentët. E para krahasohen brezat e më përparshëm me adoleshentët, pra kryesisht prindit kur ule me ta thonë në kohën time ta dish ti se ç'bëje si bëj. Ky është gabim. Dhe ky është gabimi fillestar sepse që kur fillon me atë, se e largon e disa tonë. Tu e vë fëmijën në një element trysnie ku përgjigjja e parë. Jo, mund ta vësh edhe në një element përgjegjësie, ëh? Sepse ne në moshën tonë. Po se merr përgjegjësi se shumë mirë po vlet. Po se merr. Po prindit Po se merr më përgjegjësi. Prindit e ndon. Domethënë në kohën tonë ne nuk ngriheshim do t'i kthenim fjalën babait apo nënës ose vinte babai në shtëpinë tonë. Po ishte, më fal. Ikë të gjithë adoleshentët me telefona. Kjo ishte koha. Është fare që ka ardhur. Kjo ishte koha jon pra, po nuk po flasim për figurën atësore dhe prindërore në familje. Po sa dinim nga shtëpia ne që thuti që i thoshim për fallcitet prindit po sa dishim çanim gjithë prindit tan. Ama lene dojnë të jeni real apo ja fusti kota. Po çfarë të thonë po? Ai akoma mendoj që janë pa fatalitete. Ne po flasim për një fatalitet. Po flasim për adoleshent që nga akumulimi i shpërthimeve të tyre, më fal, një sekond se po e devijoni komplet temën tani ku të doni ju. Po flasim për ata që japin shenja ekstreme. Se të gjithë adoleshentët kanë probleme. Nuk ka njëri që ka në shtëpi një adoleshent dhe nuk ka probleme. Nuk kam dëgjuar akoma një prind. Tani ne po flasim, të lutem, pyetja është e tillë. Po flasim për ata adoleshentë që marrin veprime ekstreme. Cilat janë shenjat që ata japin? Jam një përgjigje kësaj pyetje. Cilat janë shenjat që ata japin? Nuk asnjë lloj shenje more, nuk kanë shenja. Ore, shikoni. Si më nuk pas kanë shenja tani? Po nuk ka shenja. Si më mund të vrasi veten tani dikush edhe si jep ka shenja tani? Po më lër më ta shpjegoj. Varet sa jafti profesionisht për ta kuptuar Ornel. E para, më falni një moment, po nuk ka aftësi morges mundjet mendore, ke problemat. Si ka aftësi më? Po mirë dakord, atëre, shiko. Pas ka tani një ekspert i shëndetit mendor nuk arrin dot të identifikojë një njerëz se ka probleme me shëndetit mendor. Kur flasim për elementet adoleshenciale, shprehit emocionale, emotive, janë të pakalkulueshme. Adoleshenti mund të vi përpara jush dhe të buzëqeshi, del dhe vret veten. Nuk të buzëqesh fare, del dhe vret tjetrin. Vjen dhe të vret dhe ty. Një moment. Mund t'i trajtosh si killera. Po çfarë thonë? Një njeri pa vëshenja. Një lloj si gryra ku është menopauze. Ti po trajton si vrasët gjakftohtë, kupton? Janë rregull. Absolutisht, jo, nuk jam dakord. Nuk kanë, po më lini mos po më lini të mbaroj mendimin. Po lini më të mbaroj tani. Po
Po nuk është normalizim, po ta më lini që ta qoj deri, mos u traumatizoni fare. Kjo është pjesa... Kjo nuk qëndron njerë, ti vazhdo. Po ljerë ta thonë, logaritet kështë adolescent për para që i bodi. Unë adolescent merem, që këshu e di shumë mirë. Po me më da, du merni... Nuk arrin do një ekspert i shëndetit mendor të identifikoj një adolescent nëse ka probleme të shëndetit mendor. Po një ekspert i shëndetit, me që po i futim i ekspertit mendor, një ekspert i shëndetit mendor për para se të kategorizoj problematikën psiqike nëse ka, apo psikologjike nëse ka, zonjë duen muaj, nuk duen ditë. Ta shi këtu po flasim që fëmit e fundit në Shkodër, vajtë në Shkodër dhe u therën me njëri tjetrin. Pa po flasim për momentin dhe janë të dy të shëndetshëm ndërisht. Atëherë, adolescenti. Nuk po flasim që çdo adolescent. Po lutem pa pyetja kjo. Flasim për shenjat që jep. Cilat janë shenjat që jep? Shenja fiktive dhe reale nuk ka. Nuk ka prind në botë dhe nuk ka për të patur psikiatër në botë që të shofi adoleshentit dhe tot... Pse nuk e kupton prindi, unë e kuptoj me sy gocën time kur është e mërzitur. Qa du me thënë kjo tani? Se po në heqë rolin si prindur komplet me këtë gjë. Po lese ti e dhunqme bo, se e marrë veshën. Ti dhe o do bështu si themu nuk ka. Jo asë njerë, mua jo ma kam bledh 8-2 si ma kam bledh, ajo s'ma kam bledh burë botë. Do prind, kur shef fëmijën, përgjigje dhe reagon në nivel emotiv emocional. Pra, arrin të lutem të mbaroj. Arrin të kuptoj fëmijën kur është i mërzitur. Po, por ti nuk e di se ç'mendon ai fëmijë. Po se e ke Ti nuk e di se çfarë do ai fëmijë. Ti nuk e di se ku është problemi. Aty mundohesh ti dhe përpiqesh ta zbërthesh. Atëherë, këtu hym në një tematik tjetër. A vlen zbërthimi jot? Nuk vlen. Pse? Sepse fëmija, adoleshenti në këtë periudhë të moshës ti, pra po flasim për moshën 12, 23, 24, nuk po flasim për moshën fix 14 vjeçe për me thik, po flasim për një arë kohë shumë të gjatë. Ndryshimet fiziologjike, hormonale, që tha dhe zotria, janë element që ndikojnë në nivel psikologjik dhe psiqik. Ata s'duhet i kapi ligji, ma. Pra, kur të she, pra ndaj është bërë deri në 18 vjeç që përgjegjës është prindi për pasojat e fëmijës. Po e trajton si smundje mendore adoleshencën atëherë. Po patjetër po ashtu. Po ka doza, ma. Adoleshenca është smundje mendore? Po ka doza, ma, se ajo është... Atëherë, është mendoj... se nuk do të ndërhyj realisht, por realisht e kam me shumë për zemër të flasë për adoleshencë, sepse edhe punoj me adoleshencë. Për zemër e kam, po s'po flasim do. Dhe nuk besoj që ta normalizojmë gjën dhe të themi që ti nuk e kupton. Ti nëse bashkëpunon me atë adoleshent, dhe e para nëse je prindë adoleshentit, po edhe nëse je një mik adoleshentit, edhe nëse je mësuesi, ti kupton nëse ka ndodhur diçka me adoleshentit. Ndoshta ai nuk ta thot. Unë këto e kuptoj që një adoleshent nuk të shprehet, ama ti vetë e kupton që diçka ka ndodhur me të. Ka shumë mekanizma për të shprehur. Siç e kuptoj që edhe për një luhatje hormonale ata surprizon me veten e tyre. Po mos harroni inteligjencën e tyre që është në gradin më të lartë, ë? Absolutisht. Që arrin të manipulojnë në mënyrë perfekte. Jo, këtu jam dakord, por ata e dinë shumë mirë fal kësaj inteligjence emocionale se kush është personi që i do. E din shumë mirë ata se kush është personi që kanë mundësi të besojnë dhe kanë gjithë personat e tyre absolutisht. Është vërtet. Se këtu po flasim për... Këtë vërtet kjo është 2+2=4. Adoleshenti sigurisht Adoleshenti ka 2+2=5, nuk e ka 4. Më fal, atë adoleshenti është njeri dhe ka nevojë të ketë, jo të lutem. Absolutisht, po ka nevojë të di që personat e ngrohtë dhe personat afër tij janë aty po gjithmonë të besueshëm. Po si do ta di? Po sepse e kanë rritur o vlla, nëna e ka rrit ato, e ka dash gjithmonë. Po sa po ti e këshill që, shiko, dos do prindi bëhet, do më thënë, acarus për fëmin, duke dash të ndimoj. Po kjo nuk e ullë besimin që ka të prindi adoleshentin nëse marrëdhënia është ndërtuar mirë. Nëse ai prindi të lutem o gat, infekcionin shoqëri, eliminove infekcionin shkollë, eliminove infekcionin shoqata, që janë të gjitha që ndikojnë totalisht më fortë se familja. Nëse infekcioni në shoqëri është, gjithsesi adoleshenti e di shumë mirë se ku e ka patrën e sigurt. Mos më thoni mua që në një moment të vështirë ata prap nuk kërkojnë mamin dhe babin, sepse e din që atë thellë nëse kanë marrëdhënie të mirë me ata. Mos e ta kundërshtojnë është normale, nuk po them gjë. Po se kanë dhe ca drejta që kundërshtojnë, sepse ata ecin një hap më përpara. Nuk jam kundër, se po e çon në një botë. Po flasmo. Jo, fol po. Të lutem. Ja ta mbylli zonja. Çfarë do thuash ti hikti? Do thuash ti si prind. Ty të vjen djali, vajza, të thotë më ka shar filani, unë do iki ta shaj, do t'i gjuaj, do t'a vras. Ti që do i thuash ik, do t'i thuash? Jo, unë do t'i them ik, po unë do bëhem shok me atë, dhe do i them bëhemi bashkë, edhe shkëm i bim ati, jo vetëm, se ti... Kjo është forma më e mirë.
Jo, nuk besoj se do e thotë të lutem Ja, se besoj që humori është një ilaç më i mirë se këto që po thotë. Jo, nuk ta thohem. Humori është ilaç. Sepse kemi shumë shembuj të tillë që shkojnë te vrasin. Po bën humor ai tani. Jo, të lutem. Po bën humor. Shiko, ta dini që... Do ta dini, bëjmë një sondazh gjithë adoleshentë vdesin për mua. Jo, të lutem, kam nevojë ta mbyll si koncept. Di pse? Sepse kishim rastin e Maliqit, që u bë djali i vogël minoren, u bë bashkë me xhaxhain edhe me atë dhe e vran djalin tjetër. Pra ky nuk është një shembull. Të lutem nuk përkrahas. Nëse ja theti seriozisht, nuk ta kuptoje, nëpërmjet humorit ka rrezik ta kupton më shumë. Unë kam përgjegjësinë time dhe unë kam qytetarinë time dhe unë kam ndjeshmërinë time ndaj. Pra nuk është kjo një thirrje për thënë që shiko, unë bëhem palë me të dhe shkoj me jo. Shkojmë rolin tonë që mundemi gaz. Kjo është e gjitha. Shiko, më rastisi të dëgjoja në televizion Luçe të Italisë që jep dokumentarët e vjetë dhe doli një që quhet Gianni Rodari. Besoj se... Shkrimtari. Nuk ka nevojë për shumë prezantim dhe tha një fjali shumë të bukur që unë do ta sillja këtu në mes. Mbase tha problemi i fëmijës tim tha jam unë. Unë thjesht thoshte për rolin e vet si prind. Po të fillojnë prindrit. Të shikojnë dhe të interpretojnë sjelljet e tyre në raport me elementin individ me adoleshentin. Jam dakord. Jo me partneren, me gruan, me adoleshentin, me fëmin. Atëherë shumë problematika që sot ne hasim në rrugë me adoleshentët, që hasim në prostitucione, me shkolla, nisin base nga vetë individualiteti ose nga vetë keq menaxhimi i prindit në raport me fëmin. Prindrit duhet kuptojnë diçka që ndahet në 3 faza rritja e një adoleshenti. Faza fillestare nga 0, nga gjiri nënës deri në moshën 3 vjeç, je sklav i fëmijës. Pra do t'i përshtatesh për të gjithë mbushjen e nevojave të këtij fëmie dhe krijohet lidhja e parë. Po si do ta kuptoj prindi këtë gjë? Jo, pse deri në 3 është natyrshme. Jo, si do ta kuptoj? E di prindi. Është pjesë e prindërimit atë. Po pra instinktivisht, nuk është se do e mësoj atë. Nëse krijohet kontakti i parë, që do të thotë, po të vëmë re shumë fëmijë, shumë adoleshentë që shfaqin problematika gjatë rritjes së tyre, u mungon kjo fazë e connectionit dhe lidhjes me prindin. 3 deri në 10 vjeç është faza ku fëmijës i jepen detyra. Nocionet e para, prindi nuk është më një individ që e merr për dorë dhe e çon ke fusha. Është një individ që rri mbrapa dhe e lë përpara duke e parë që të shkojë deri ke fusha. Dhe e treta është që prindi nuk flet më. 12 deri në 18 prindi nuk flet më sepse me adoleshentin krijon vetëm konflikt. Sakt. Dhe Galimberti ka shpjeguar shumë mirë. Kush nuk e di Galimbertin, ta lexoj dhe ta dëgjoj, është filozofi dhe psikanalisti për sot më i mirë që mund të ekzistojë në Europë. 12-18 thot prindi duhet të mbylli gojën. Ja, këtë se bëjmë dot ne. Atëherë prindi duhet të mbylli. Ja, unë për shembull se kam mbyllur dot. Shikoj. Po unë e di edhe, pra ne po them që nëse faza e parë e lidhjes, pra do jetë adoleshenti që do të pyesi, apo duhet të jesh ti që duhet mbetesh gjithmonë në vëzhgim. Nëse është rasti i dytë, atëherë ti e ke humbur rolin tënd. Jo më si element prindëror, por si element edukativ. Ne prindin e kemi si element kontrollin dëshkimi. Zysha shkollës merr prindin telefon, shiko se fëmia. Shoqëria shiko se mora. Aty krijohet psikoza që ky është armiku. Në momentin që e krijon psikozën. Prindi nuk arrin dot të krijojë këtë lidhje me adoleshentin. Përgjigjja e adoleshentit është vetëm konflikti. Po qa do të bëj prindi nga mosha 12 deri në 18 vjeç, sipas te As edhe një lloj gjëje. E para nuk duhet ta ketë shok, unë nuk jam dakord. Jo shok. Dhe nëse ai ka bën nuk do të pse jo shok, se çka keni ju, jo shok. Ja unë kam rrit. Unë kam rrit fëmijët si shok, e kam rrit dhe sot i kam shok. Shiko, kur unë them përveç fakti që kur s'kan thonë mami babi, kanë thonë emër, gazi, suera, s'kan thonë kur mami babi. Jam pro mamit dhe babit, s'kam asnjë gjë kundër. Unë mendoj që unë e kam lënë zgjedhjen ta bëjnë ata. Ata zgjodhën ashtu. Asnjë prind nuk duhet të presë të fillojë marrëdhënie me fëmin kur ai të mbushit 12 vjeç. Pra fillon shumë më herët. Pra, shërbur e tha. Dhe ç'a mendojmë ne, sepse ne gjithmonë i trajtojmë i vogël, nuk din, nuk. Por e fillojnë 15 vjeç. Dhe kur shkojnë 12 vjeç duam të ndërtojmë marrëdhënie, kjo është shumë vonë. Duan 15 vjeç. Absolutisht fëmijët në adoleshencë, siç edhe kemi bërë ne, kanë tendencë të kundërshtojnë. Megjithatë, unë nuk them të mos i flasësh, unë them ti kujtosh gjërat që ja ke thënë deri atëherë, se gjithsesi të paktën është ajo që, si është ajo shpreha që kujtesa është baba i mërzisë, po nona e dijeve, siç është një shprehje e tillë. Po s'është për adoleshentin. Ti flet për pjesën e pjekur, ne po flasim për adoleshentin, mos e ngatro. Adoleshencën pra po të flas, ti ke nevojë. Është për njerëzit që kanë bagazh.
Adoleshentët janë personazhe. Një adoleshent nuk ka nevojë për heshtje, sepse heshtja për të është e frikshme. Ka nevojë gjithsesi të di që ka është për mos të konfliktuar. Që janë aty për të. Se tani e kaluam temën nga pse kemi adoleshent të dhunshëm, se adoleshentët po vriten e po coptojnë sot me njëri tjetrin, pse po kryen dhe suicid. Nuk e qesh shkaktarti kur prindi bëhet aq toksik sa i thot se kuptoj më jetën, s'du me ditë rebelohet. Dhe nga ato raste, shkujtë realistë fundmi këto adoleshentë. Atëherë, s'keni raste ju që nga prindit kanë arrit vetvrasje? Rastet e fundit. Sepse janë aq shumë të dhunshëm se s'bëhet. Shqitur gjë dhuna. Po për i notë, kam qenë mbledhje me prindër, kishte marrë nënt. Këtë di se ku kanë fëmijët e tyre. Ore, shiko, do tërgoj rast, ishin matur. Ja, po ta tërgoj rast identik. Unë isha vetë në mbledhje me prindër. Dhe kishte marrë, i kishte gjitha 10, kishte marrë vetëm i nënt, dhe i ka gjujt me qok e jama mu në sytë zyshës atje gjithë, në mbledhje me prindër, dhe u bo si shtrik. U qoga unë i thash, qaj e tu po me ti gru? Qaj e tu po? Se moj për not, lufton ti për fëmin të ati, thash, a për dje? Qaj është nota, ma? Ti duhet të shovësh sa kam cu. Apo, notën, so për mën shti dhe me i nota tja, se jebi... Kemi një model të dëmtuar edukimi. Po ne, mos dalim nga tema që jemi këtu, nuk mos dalim nga tema që jemi. Tani, deri dje, ka qenë shkolla, a i mangthi për adoleshentët. Shkolla, notat e shkollës. Sot nuk është vetëm ajo. Sot janë shtuar elementët. Edhe kontrolli prindëror për ish zvërtetës, prindërit kanë ngritur duart lartë. Nuk ka komunikim, shkolla ka ngritur duart lartë. Tani kush do t'i dali për zot fëmijëve, adoleshentëve, kush? Shteti jo, shoqëria jo, prindi jo, kush? Mungon komunikimi. Mungon komunikimi në familje. Mungon. Këtu jenë të akorda, atëre do një ke shoku. Mungon komunikimi. Po flasim prap, mungon komunikimi. Ti e në familje, unë të bashkë ndarë, një fëmijë e ke në orën 7 të haj, një e ke në orën 8, njërin e ke gjithë kohës me telefon, njërin e ke të dhoma ati, dhe më thënë nuk ka një struktur familja, nuk ka autoritet, dalim të ka që nuk ka autoritet. E para, si së shasë që autoriteti është shqipari, autoriteti është shqipari, dhe e dyta, nëse shojnë familje, dashuria është ajo që e bën për vete. Është autoriteti ndaj prindërve e para. Dhe ndërto bëhet edhe, është edhe dashuria. Po flasim autoritet. Autoritet, nuk flasim autoritetin. Autoritetin e kuptojmë këshun e këtu. Jo më jo, autoritet. Dori, më thuaj pak të erdi babaj, erdi gjyshja, erdi hala. Qohesh e takon, sot nuk do t'a di njëri, po flasim për autoritet dhe kulturët për në familje. Gazi dhe pastaj Dori, të lutem. Ti shkë familje që dalin në një drek, dalin në një plash, i ketë gjithë në botën e tyre, nuk ka komunikim. Unë jam shumë i çuditshëm në këtë gjën që them, po provën e kam kalu. Fëmijët tani i kam mbi adoleshencë, i kam vërtet shok, i kam dhe partner, në biznese në të gjitha, dhe përpara më kanë thënë gjithë po gabon. Sepse ti po i trajton fëmijët si shok në kuptimin e kësaj që mund të tregoni çdo gjë, nuk i kritikoja, i bëja sikur i mbështesja dhe gjeja një shembull diçka, do një stërollim, një punë të jashtëzakonshme, atë që themi jo edukim të drejt për drejt, ato duan një të sofistikuar dhe duan të ndjejnë ty sikur të kanë krah. Iku kjo. Po të shpjegoj diçka. E kam thënë dhe diku tjetër, është gjetë gur në atë i shkruajtur me ato piramidave të Egjiptit, nga këta gjuhë e parë, edhe aty shkruante, mirë ne për të rini që po vjen, sepse, a e kupton që ndodhë, sepse brezi i prindërve, që po themi është brez më i madh, pa diskutim se fëmijët e tyre, nuk arrin t'i kuptojnë, dhe në moment që nuk arrin t'i kuptojnë, dhe thot, kjo që them unë, sepse dikur në prindit na i bëni kështu etj. Ajo vetë do këtë qenë rebele, po nuk e tërgon tani, e tërgon pjesën e mirë të vetën. A kupton, unë e pranoj që kam qenë rebel. Mu ka pasi moment goca që më ka thënë, po ti më ke thënë që i ke bërë njerë kështu. Dhe tani po më ndalon. Gjithë prindin ka qenë rebel, qesha dhe i thash po ke shumë drejt që ma kujtove, dhe ke drejta bësh se e kam po vetë. 5% mund të ke pas prindër... Dori të lutëm? Po pëse prindët janë të studuar që po fletë për prindët ti. Kush do t'i dali për zot, Dori? Ore, prindët kanë sensin e mirë, por nuk janë të aftë për të bërë sot me këtë rini, me këtë zhvillim të kajtë... Dori... Nuk që ka kjo punë. Po se janë të prema mbetur.
Ti vete... Nuk ka lidhja... Dori, të lutem, se është koha e Dorit, Marcela, të lutem. Marcela. Po mirë, gjitha këto arsye janë. Ju jeni në një zonë në kombinat. Ju jeni në një zonë në kombinat, mund të takojnë edhe për një kafe aty. Unë zonë, në kombinat kam ikë 30 vjetë. Dori. Problematika... Janë dhe në Tiranë e retë të dy. Problematika është si mund të ndërhyet ke këta të rinj. Po pra. Do më thënë, ke këta adoleshent. Nuk ndryhet do të. Po jo Gazi, po në lërë pra se ajo është paracetamol, po në qëtëson tani. Do fillosh të kryosh marrëdhënie që në moshë të vogël. Marcela, lëre pak të lutem. 12-14 vjeç ti ke ndërtuar një marrëdhënie të vazhdo ta bësh. Marcela, të lutem. Mendoj, patjetër që asnjëherë nuk është vonë, por fatkeqësisht koha po na tregon që jemi jo vonë, po mbase jemi në rrezik të parekuperueshëm. Problemet që ka Shqipëria e ka Europa, mos mendoni se jemi jashtë. Jemi vetëm ne dhe tek ne vritën të rinë. Kemi Itali njësoj, Gjermani. Kush do t'i dali për zot tani se na dhëm vëndi jone? Që t'i dalim për... A bëj pyetje unë ty. A i kujtoni pitë Amerikës ti në vitet 70-80? Po. Po qa bën ata? Ata më degenerim se kanë bë ata, s'ka bën në i rini. Po, por sot... Jetonin pyll, jetonin pa partner... Të lutem përgjigju pak pyetjes, të lutem. Prit 10 sekundë. Po s'është Gazi moderatori këtu, po bëjmë ne pyetje, hajde. Do dalë, prit 10 sekundë. E ke parasysh ti si mund thonin në Amerikat e ata që ishin tradicional, u shkatru, erdi fundi botës e të gjithë. Ata bën Amerika. Kur ata u bën, për fëmijët e tyre u bën më të mirët për të eduku. Kështu që po se kalove i fancë, se ne mos harrose, ne vjetë 78-90, ne nuk i kemi kalu. Ne këtu në Shqipëri. Gaz, stop. Penaltia jote. Do me thënë, ideja është kjo që për të ndërhyrë në nivel shoqëror tek adoleshentët, duhem bërë në mendimin tim modest 3 ndërhyrje. E parë njëri duhet dhënë mundësi këtyre adoleshentëve. Çfarë do të thotë mundësi? Si mund t'i largosh nga rruga? Me aktivitete. Si mund t'i largosh nga vendet narkotike, ju nuk e keni iden se sa konsumohet. Me aktivitete. Si mund t'i largosh nga fakti shoqërive të gabuara? Me aktivitete. Pra ti thua nuk ka fusha, nuk po, muzika, arti, gjitha. Do me thënë, flasim për aktivitete, arti, muzika, sporti, kinemaja, e çfarë do lloj gjë. Sepse adoleshenti... Që ambicjet e tyre janë të bëjmë dikush në këtë punë. Eksakt, adoleshenti është një individ që s'di çfarë do, s'di kur e do, s'di si ta bëj, dhe thot, shiko, sa më shumë të dëgjoj, hajtë se po e dëgjoj, ama ndërkohë që dëgjon sqarohet. Pra një janë elementet e aktivizimit të tyre. E dyta janë elementet të marrjes në konsiderat. Adoleshentët nuk para pyeten si mendon ti. E di unë, thot mamaja, e di unë, thot babaj. Që dhe po ta ketë gabim. Me që e di ti, mama, dhe ti baba bëj si të duash, unë do bëj si të dua. Dhe treta, në mendimin tim personal, që është thelbësore për këta të rinj, është që këta të rinj duhet shohin realitetet diferente. Po nga kush të vi realiteti? Nga prindër që s'kan jetuar realitetin e tyre? Nga kush të vi? Nga prindër të cilët në momentin që shohin diçka bashk, prindi thotë... Dhe si vem në asifaj atyre prindëve, po themi që asie tyre nuk është e atil që... Prindi në këtë shoqëri... Ka prindër pra të ka bërë një wow, këtë ka të përgjishë bë wow fare. Prindi në këtë shoqëri... Këtë shoqëri është viktima. Unë nuk e diskutoj që... Jam bërë një loj tani, s'ka. Do me thëmë, prindi është viktima e, nëse do marrim realitetin shqiptar, e 30 viteve të politikave të bëra gabim, ku sot nuk kanë kohë të rinë me fëmit, nuk kanë kohë të rinë me veten, nuk kanë kohë të sigurojnë ambiente të qeta, nuk kanë kohë në fund të rinë dhe të shojnë dhe veten e tyre, sepse ne harrojmë diçka. Ore, fëmit e kanë kohën duke ardhur, koha jonë iku, që do të thotë, po nuk isha mirë unë, qarë ti mësoj unë këti që vjen brapa me, si ta kuptoj, si ta largoj nga dhuna. Marsi, penaltia. Penaltia. Unë dhe ato që bajnë gjithmonë penaltit, Lali jam. Për mua është komunikimi është çelësi çdo zgjidhje problematike, komunikimi, duke filluar familja, shkolla, shoqëria. Nëse këto të treja uralitëse binë në dakordsi të njëra tjetër të problematika, atëherë rastet do t'i kemi më të pakta. Nëse familja thot e ka shkolla, nëse shkolla thot e ka familja, nëse shoqëria thot e ka familja apo e ka shkolla, atëherë këto bien në një bumerang dhe hajde të gjejmë një zgjidhje. Për mua e para vjen familja, shkolla dhe shoqëria. Adoleshentët tanë, jemi me fat që i kemi, edhe mirë është na shtohen, se pak e më pak kemi gjithmonë e më shumë, megjithatë duhet pikë së pari dhe kjo është thirrje për çdo prind.
Sa do adoleshencë të mirë mendoni që keni kaluar, mos harroni që dhe ju keni qenë adoleshent, dhe këto kujtojë një herë pas herë kur vjen puna tek fëmijët tuaj. E para, e dyta, çka unë e shoh shumë të rëndësishme është fakti që adoleshenti është kjo krijesa me trupin e një të rrituri në mendjen e një të vogli. Dhe mundohuni ti trajtoni në këtë pikë, pra ata kanë nevojë të ndjehen edhe që janë rritur, por ndërkohë me ato rezerva që ne kemi mundësi të mbajmë, për të mos u lënë të kuptojnë që nuk din akoma shumë, ama për t'i kontrolluar dhe për t'i monitoruar dhe për t'i asistuar çfarë unë mendoj më të rëndësishme. Pra për mua, shumë e rëndësishme është adoleshentët mos të ndjehen numra. Janë individ dhe që trajtohen si individ, ky është një botë kuptim që duhet hyjë në familje dhe në institucione, edhe në rrugë, edhe kudo. Pra kjo është një lloj qasje që ne kemi nevojë ta ndërtojmë në mënyrë që të kemi adoleshentë sa më të shëndetshëm. Apo e bëjmë, jo nuk po e bëjmë. A duhet ta bëjmë? Po duhet ta bëjmë urgjentisht. Gazi? Unë mendoj kështu, nëse shqiptarët, me që flasim për shqiptarët, nuk kuptojnë që familja është gjëja më e rëndësishme dhe pasuria më e madhe, por janë dhënë sepse duke qenë një popull shumë i varfër dhe për 30 vjet pasurit kanë ardhur në mënyrë asimetrike ke njerëzit dhe duke u dhënë në mënyrë të tmerrshme mbas ambicjes që gjithë janë vënë mbas paras dhe famës, kanë harruar gjën më të rëndësishme që është dhe po të themi pasuria më e madhe, familjen. Duke thënë familjen e fusim këtu dhe edukimin pa diskutim të fëmijëve, të cilët e duan 10 fish më tepër vëmendjen, sepse kanë ndikime që themi këtë atij kompozicionit arsim, shoqëri dhe familje, dhe familja duhet në poshtë dhe këto dy të tjerat, të cilat kanë rënë fare. Domethënë, ky është problemi i madh që ndodh me adoleshentët, se nëse do ishin rezonancë familja bashkë me shkollën dhe bashkë me shoqërinë, gjërat do ishin më të kollajta për të kopcitur se do ishin në një mendim. Problemi është sepse vetë familja ka humbur sensin, nuk e din që është gjëja më e rëndësishme dhe shkolla, një mësuese pa e akuzuar fare, ka 100 hallet vetat familjare dhe nuk mund të mendoj të edukoj dhe fëmin tënd. Shoqëria është e prirur ta marrë kevesi, ta tërheqë kevesi, sepse aty është dhe... Ju e dini ti dhe Marcela që jeni sjell komplet si adoleshent sot të dy? Se keni thyer rregullin e bardhazis, keni nxjerr telefonin sipër tavolinës? Dori. Atë të fundit fare, periudha më e bukur e jetës njeriut është periudha e adoleshencës. Dhe ka dhe një adoleshencë shumë, Dori. Të gjithë adoleshenca kemi ngelur. Dhe prap janë adoleshent kokfortë, nuk e heqin, nuk shikoj. Tani, ta mund të them unë penalltin time? Shkarkoni dhe aktivizoni UPay Albania dhe përfitoni direkt 300 lek bonus. UPay Albania është platforma më e madhe e pagesave në Shqipëri me 100 shërbime direkt në celular. Pagesat e utiliteteve, transferta në llogari UPay, transferta me Western Union nga 4 anë të botës, pagesa për blerje online, me kode, me linqe, me çfarë të doni ju. Pra, keni një shumë llojshmëri shërbimesh, sepse UPay është portofoli juaj digital. E para kjo. Kam dhe i sugjerim tjetër. Po. Ty të duhet një bankomat për sytë, se e kësat madhe ke bërë gërmat. është e vështirë, duket si shaka, po shumë reklam e vështirë, është e vështirë, besoni mua. Nëse bëni provë ta thoni vetë, edhe unë me qef uale vëndin. Gazi po kuptonte sikur po flise për adoleshentët. Po, për adoleshentët është kjo. Për adoleshentët është kjo, për gjithë. Dhe e dyta, Ornela, që ti do bjesh dakord. Ornela do bjesh direkt dakord sa po ta them. Përforsojmë edukimin. Cila bank flet gjuhën ton? Banka Credins. Thuaj edhe një herë? Credins Bank. Thuaj edhe një herë? Credins Bank. Pse? Kjo është e vërtet. Pse? Si pse, mëre? Pse banka Credins është banka më e mirë, banka më e besueshme, banka më e sigurt, banka më digjitale, ku di unë? Pse? Sepse flet gjuhën ton. Po pra, banka Credins është gjithmonë me ju, sepse është banka që flet gjuhën tuaj. Shkojmë në publicitet dhe takojmë me njerë në akuzë.